Detajet e reja janë zbardhur nga negociata dramatike që çuan në lirimin e 24 vjeçares Rosalinda Plaka, e cila u mor peng nga ish i fijuari i saj, Refit Buzi, pas ngjarjes tragjike në Vidisht të Roskovecit. Shefi i stacionit policor të Roskovecit, Mariglen Korovesha, e rrëfen se negociatat me autorin zgjatën për disa orë dhe se ishte vetë Refit Buzi ai që kërkoi pranin e tij pran automjetit ku mbante peng të ren. Sipas Koroveshait, autori vendosi si kusht që polici të afrohej vetëm dhe pa armë, kërkesë që u pranua me qëllim shmangjen e përshkallëzimit të situatës dhe shpëtimin e jetës së pengut. Autori është bindur dhe ka kërkuar që unë personalisht të afrohem në vendin ku ai ndodhej së bashku me pengun. Ka kërkuar që të afrohem i paarmatosur dhe i vetëm. Ne kam zbatuar kërkesën e tij, si në ato momente duhet të bënim pothuajse çdo gjë që ai mos ta acarojë apo mos ta agravojë më tepër. Pasi qëllimi jonë ishte shpëtimi i pengut dhe shpëtimi i jetës edhe të autorit. Operacioni monitorohej në çdo moment nga forcat speciale Renea. Distanca më afër që unë jam afruar ka qenë rreth 2 metër dhe në moment që jam afruar atë distancë, më ka thënë mos bëj asnjë lëvizje më të afrohesh pasi do vras veten. Më pas jam tërhequr, kam vazhduar negociatat me autorin derisa është bërë e mundur që autori të lironte pengun që kishte marrë. Atje çdo sekondë ishte vendimtare. Pas lirimit, Rosalinda Plaka ndodhej në gjendje të rënduar psikologjike dhe me dëmtime fizike të shkaktuara gjatë rrëmbimit me forcë nga ish i fejuari. Sipas shefit të policisë, Reja nuk ishte në gjendje të ecste, ndaj ai e mori në krah për ta larguar menjëherë nga zona e rrezikut. Më pas, Korovesha u rikthye sërish pranë autorit për të vijuar negociatat me synimin që ai të dorëzonte armën dhe situata të mbyllej pa viktima të tjera. Shefi i stacionit policor të Roskovecit e cilësoi këtë si momentin më të vështirë të karrierës së tij 12 vjeçare në policinë e shtetit. Ngjarja e rëndë ndodhi me 24 korrik në Vidisht të Roskovecit. Buzi hyri me forcë në shtëpinë e ish të fejuarës duke vrarë me armë gjau dy prindrit e saj, Kosta Plaka dhe Belere Plaka. Ai mori peng Rosalindën dhe pas disa orësh negociata me policinë e liroi ish të fejuarën ndërsa refuzoi të dorëzojë duke i dhënë fund jetës me armë brenda makinës.